Se rikthehemi nga gjykimit të vitit 2014, atë shifet shumë qartë se presidentja ka bërë një shkelje kushtetuese dhe unë habitem se si partitë politike të tjera nuk kanë mbledhur material apo ndoshta edhe do ta mbledhin materialin për të dërguar presidentën e gjykatës kushtetuese, sepse në gjykimin e vitit 2014 është shumë e qartë që kërkohet shumica e mjaftueshme e partisë politike apo koalicionit që është shumicë në kuvend që ta themeloj atë formoj qeverinë. Në këtë rast konkret ne shohim pra që vetëvendosja nuk e ka shumicën e mjaftueshme për të formuar qeverinë. Dhe në këtë rast, siç u tha edhe pra gjatë bisedës në studio, aty është duke u bler koha, pra vetëvendosjes i nevojitet kohë që të afrojë sa më afër vitit të ri, pra zgjedhjet e përgjithshme dhe do të jenë një determinant kështu i përzgjedhjeve të ardhshme do të jetë edhe periudha balotazhit, pra dita e diel kur do të determinohet se cila parti do të ketë cilat komuna dhe pastaj presidentja pas procedurës së rregullt në kuvend ku unë mendoj që Glau Kunjusa nuk do të merr mandatin për një qeveri të re, do të kemi zgjedhje të reja në fund të vitit. Dhe prenga një pyetje, po thoni se presidentja shkeli kushtetutën ose bëri interpretim të gabuar sepse i referohet gjykimit të vitit 2014. Mirë po aty kërkohet pra një farë bindje për presidentën, nuk kërkohet shprehimisht dëshmi që duhet të ketë presidentja se dikush mund ta krijojë shumicën. Po kjo është ajo teoria e gjasave, pra presidentja thotë se gjasat ekzistojnë, dhe ajo shpreh bindje se ekzistojnë gjasat për një qeveri të re, mirë po të gjitha rezultatet, të gjitha faktet rreth saj janë më së të qarta se zoti Glau Kunjusa nuk do të mund të formojë qeverinë e re. Dhe unë përmenda pra gjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, ku është shumë e qartë, thuhet shumë qartë se duhet të jetë një shumicë e mjaftueshme, pra me numrin më të madh të mundshëm pra të ulëseve në kuvendin e Kosovës, e në këtë rastin konkret, pra nuk janë. Pra të gjitha materialet ta quajmë si soja, apo të gjitha faktet shojnë tek ideja se gjasat të cilat i ka parapar presidenca janë të paqëndrueshme. Pra nuk ka asnjë gjas apo janë gjasat të jetë të ulta që zoti Glau Kunjusa të zgjidhet kryeministër, sepse pam pra partitë politike të tjera, pra LDK, PDK, AK dhe të tjera, të cilat janë shumë të qarta se nuk do ta votojnë dhe janë të interesuar se sa më shpejt të shkohet në zgjedhje.